Patjetër. Dhe kur këto forcat, për shembull forcat e reja politike, të gjenden përballë një realiteti ku ju mungojnë 3 apo 4 deputet në qarqe të ndryshme, domethënë ju shkojnë dëm 30-40 mijë apo më shumë vota, unë besoj se kjo do të sjellë përshtjellime shoqërore. Ky shpërfytyrim. Pas këtij skenari, forcat e reja e kanë të vështirë atëherë për të prodhuar mandat. Nuk bëhet fjalë për të prodhuar mandat, Bruna, bëhet fjalë ke mandati i fundit. Marrim një rast hipotetik. Nëse koalicioni Euroatlantik fiton 4 mandate në Tiranë dhe luan për të 5-tin. Domethënë nëse për të 5-tin i duan 12.000 vota, po koalicioni Euroatlantik ka vetëm 11.500, ai mandati shkon Edi Ramës. Shkon Edi Ramës. Dhe kjo mund të ndodhi disa forcave politike në disa qarqe. Nuk e di, nuk është shumë e vështirë për ta kuptuar. Po, dakord, por gjithsesi ky kod e bën të vështirë edhe marrjen e 4 mandateve, e 5 mandateve për partitë e reja. Albi, më dëgjon? Atëre, ka një probleme se duke, ndoshta për shkak të internetit, do të tentojmë sërish të lidhemi me Albi Xhungën. Albi, atëre jemi sërish të bashku, po pati një ngecje, ndoshta për shkak të internetit. Do me thënë, ideja është që mund të kemi një shpërfytyrim masiv të votës popullore. Kjo ka ndodhur në 2017 dhe 2021, do me thënë 2021 Edi Rama ka marrë 6 mandate nga mbetjet dhe votave të opozitës. Dhe kjo të agravohet, sepse tani nuk kemi vetëm një opozit për balë Ramës, po kemi disa opozita për balë Ramës. Dhe se cila për tyre teorikisht mund të humbi një mandat për një grusht vota. A kupton? E kuptoj. Dhe shkojnë Ramës partisë. Po. Dhe në rast se kjo ndodh, kjo do të revoltoj shqiptarët, do të revoltoj votuesit e këtyre forcave politike që do të ndjen të zhgënjur në finale, sepse vullneti i tyre nuk përkthehet, nuk përfaqësohet kuvendit të Shqipërisë. Unë besoj që kjo do të jetë edhe e papranueshme për faktorin ndërkombëtar. Sepse në rast se kjo ka ndodhur më parë, për shembull në vitin 2021, dhe ndërkombëtarët le të themi heshtën, madje amerikanët përgëzuan fitoren e Edi Ramës. Ndërkombëtarët janë në dieni të këtij skenari, Albi, që mandati i fundit është në rrezik. E din si funksionon? E din, po kur të vijemi përballë faktit, është ndryshe. Që një numër i lartë mandatesh i ka shkuar Edi Ramës me votë opozitare, kjo pastaj është komplet tjetër gjë. Dhe unë besoj që do të ketë përshtjellim shoqëror në Shqipëri dhe tension me faktorin ndërkombëtar. Përshtjellim shoqëror, çfarë nën kupton? Që të jemi më të qartë. Protesta, Bruna, nëse nuk ka pasur protesta masive në Shqipëri, nuk ka pasur sepse kush do të organizojë partitë e reja? Partitë e reja të cilat do ndjen të vjedhura mbas këtij procesi zgjedhor dhe do të jenë detyruara të bashkohen, dhe ky është një variant tjetër, domethënë i asaj se çfarë do të na prodhoi 11 maj. Unë besoj që 11 maj do të na prodhoi dhe polin e tretë politik, i cili nuk u formua përpara zgjedhjeve. Ne shpesh themi që nuk u formua sepse këta domethënë liderët e forcave të reja politike kanë dhe një farë egoizmi, një farë ndjesie protagonizmi. Mirë, por nuk duhet të harrojmë dhe faktorin kod zgjedhor, i cili e bën të pamundur, po thuhet pamundur bashkëpunimin. Sepse secila nga këto forca do donte të dinte peshën e saj në zgjedhje, dhe secila nga këto forca do donte të kishte logon e saj. Domethënë, duke hequr koalicionet, ky kod zgjedhor i bën të pamundur bashkëpunimet. Por post 11 maj do të prodhoj dhe aleanca të reja, dhe unë jam 100% i sigurt që do të prodhoj më në fund. Ne e kemi diskutuar edhe një herë bashkë, kështu që unë po e ribëj edhe një herë, sepse edhe mund të ndodhë. Historia ka treguar që ka ndodhur historia jonë politike, sepse më thej që partitë e reja do revoltohen, do jenë bashkë, do shkojnë në protest. Një skenari mundshëm, ky hipotetik. Por disa nga këto parti a mund të bashkojnë dhe me Edi Ramën? Unë të joshen nga koalicioni bashkëqeverisës me ta. Tani kjo teorikisht çdo gjë mund të ndodhi, po unë nuk e besoj. Unë besoj domethënë që forcat e reja politike dorën në zjarr nuk e vendosin për asnjë. Natyrisht mund ta vendosin dorën në zjarr, po unë nuk besoj që do të ketë forcë të reja politike nga ato që janë të qëndrueshme, flas forcat që pritet marrin mandata.
flasin forcave saj që nuk bëjnë dot një autobus me vota. Unë nuk besoj që do të kenë tendenca bashkëpunimi me Ramën qoftë edhe me Berishën. Nuk besoj që do të kemi të bëjmë me skenar të tillë. Po kur vota popullore, do me thënë,